t'i ndërtojmë 20 stadiume për lojrat mesdhetare 2030, 500 milion euro partneritet publiko-privat për qendrën e skimit Brezovica ku janë 3 hotele dhe gjithashtu do t'a ndërtojmë magjistralin e Dugagjinit, qendrën turistike Dugagjini dhe të gjitha rrugët që na i kanë lënë trashëgimi me probleme të shpronësisë, ne do t'i përfundojmë brenda këtij mandati e disa prej tyre edhe brenda këtij viti. Përveç se 1 miliard për investimet kapitale, të dashur qytetar, ne edhe 1 miliard euro do t'i ndajmë për 4 vite të ardhshme për ushtrinë tonë. Do t'i ndajmë 1 miliard euro për shkak se duam të antarësohemi në NATO dhe antarësimin e NATO të mos jetë veç antarësim si territor, po antarësim si ushtri, e cila edhe përfiton, por edhe kontribon në sigurinë e aleancës veriatlantike në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ky forcim i ushtrisë tonë është edhe amaneti i dëshmorëve të kombit, i luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ushtria qeverimtare e Kosovës është e jashtëzakonshme, jo vetëm për neve si popull shqiptar. Është e jashtëzakonshme edhe për historinë e çlirimeve të popujve të tjerë anën botës. Së pari, ushtria qeverimtare e Kosovës, financimin e saj e ka prej donacioneve të vogla, para së gjithash e mbi të gjitha të juve bashkëdhetar të dashur. Ushtria qeverimtare e Kosovës është financuar nga klasa punëtore shqiptare. Është financuar nga të varfrit dhe shtresa e mesme në Kosovë dhe nga punëtorët tonë në diasporë, me donacione të vogla. Kjo është e jashtëzakonshme për çlirimin jo vetëm popullit tonë, por edhe për lufta shqiptare të popujve të tjerë anën botës. Dhe elementi i dytë që e bën ushtrinë shqiptare të Kosovës shumë të veçantë është se e ka një numër tepër të madh dëshmorëve në kufirin shqiptar të bajt armatim, të munu me pru armë e municion që me mujt me dek që është duhet në ballafaqim me forcat armike të servisë. Prandaj është shumë e rëndësishme që ta kemi armatimin dhe municionin tonë. E si vjetë do të fillojmë edhe me prodhimin tonë. Fundja ne blej nga aleatët tonë në treg armatim e municion, po ju e dini se si shkon puna e tregut edhe ndërmarrësisë. Njëherë blen, e mas neti kur janë nisë dhe prodhon vetë. Një ahoz Gjakovës, jëndo tashmë 140 hektarë, është një zonë industriale e mbrojtjes, me një fabrik me pjesë përcjellëse 19 hektarë, 500 metra e ka largë në vijë ajrore, aeroportin ushtarak të Gjakovës, 19 kilometra e ka Babajt Bokës largë, dhe aty si vjetë, fishek e parë, 5,56 mm dhe 7,62 mm, do të prodhohen para vitit 3. E dashur bashkëdhetar, para qeverisjes tonë, fatkeqësisht Forca e Sigurisë Kosovës ka pas veç 2 lloj të armëve, veç Glock dhe Heckler. Ma shumë ka pas armatim në Roda se sa në kazermat e FSK-s.
Prandaj ne konsiderojmë që është domosdoshme prodhimi i armatimit për shkak të sakrificës së UÇK-s, për shkak të antarësimit që na duhet në NATO, po edhe për shkak të shembullit të luftës në Ukrainë. Pas agresionit rus në Ukrainë, përvoja tregoi që mundesh me pas parën e dynjos, po kur armatimi dhe municionit vyjnë mas shumë të bëvakis të ashet kërkush. Prandaj neve na duhet që ta kemi armatimin edhe municionin ton, dhe kjo natyrisht është pasi që Forcës Sigurisë Kosovës, që në vitin 2021 e kena gjetë me 2200 pjesëtar, ja kena shtu edhe 2700 pjesëtar.